Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot kemi përgatitur byrek, nëse ju pëlqen kjo recetë, le ta përgatisim bashk. Fillimisht zëm brumin e byrekut. Në 500 gram miell hedhim pak krip, ujë të vakët, 2-3 lugë vaj ulliri dhe 1 lugë uthull molle. Masa e ujit nuk është asnjëherë fiks, ajo varet nga mielli që ju do përdorni. Mielli më i mirë për këtë lloj byreku është mielli që ka përqindje të lartë proteine, rreth 11 ose 15% për 1 kg. Brumin e punoj mirë dhe e lëm të pushojë gjysore, ndërkohë bëjmë përgatitjen e mbushjes së byrekut. Byrekun sot do ta mbushim me qep të njoma që i kemi gatuar pak, spinaqin që e kemi larë dhe coptuar, do t'i hedhim pak krip dhe do ta shtypim mirë me dorë. E shtojmë tek qepët e njoma, gjithashtu hedhim edhe djathë të bardhë. Mbushja varet nga preferencat tuaja. Pasi mbushjen ta kemi gati, fillojmë me përgatitjen e petëve. Për këtë lloj pete që do përgatisim sot, konsistenca e brumit është mirë që të jetë pak e ngurtë, me qëllim që peta mos të lëshohet gjatë kohës që do pushoj me vaj. Do ta ndajmë në 4 pjesë të barabarta, çdo pjesë do ta rrumbullakosim dhe do ta pudrosim me një seshte. Fillojmë me hapjen e petëve. Për t'i hapur sa më mirë, do na duhet një shkop petësh dhe një seshte. Petët do hapen të gjitha rreth 20 ose 25 cm. Sigurohemi që t'i hapim në mënyrë sa më uniforme dhe jo shumë të trasha, si dhe të kenë të gjitha pak a shumë të njëjtin diametër. Pasi t'i kemi hapur, do t'i vendosim në një enë që e kemi lyer me vaj ulliri dhe midis çdo pete do vendosim vaj ulliri dhe do t'i lyejmë mirë me qëllim që mos të ngjiten gjatë kohës që do pushojnë. Që kjo petë të hapet siç duhet, është mirë që të pushojë të paktën 7 deri në 10 minuta para se të fillojmë dhe t'i hapim. Pasi kam pushuar, do t'i vendosim në një dërras të tillë ose në një tavolinë ku e keni ju më praktike dhe do fillojmë t'i hapim me dorë pak nga të gjitha anët, duke tërhequr vetëm anën e petës. E theksoj, do tërheqim me ngadalë vetëm anët e petës, pasi kjo petë do hapet paksa ndryshe nga petët që hapim zakonisht me vaj, sepse edhe mbushja e saj do bëhet ndryshe. Do ta lyejmë me vaj ulliri, do vendosim mbushjen rreth siç e shikoni dhe në video. Mbushjen e rregullojmë me dorë dhe sigurohemi që të jetë uniform në të gjithë sipërfaqen e petës. I shkojmë petës rreth, duke e tërhequr nga pak dhe duke mbuluar mbushjen. Dhe kemi arritur në pjesën time më të preferuar gjatë përgatitjes së këtij byreku. Anët e petës do t'i përdredhim dhe tërheqim në të njëjtën kohë siç i shikoni dhe në video, derisa mezi i petës të jetë holluar plotësisht. Në këtë mënyrë, peta e byrekut hapet shumë e hollë dhe rrethi i byrekut në përfundim del sa 2-3 petë të hapura bashk. Personalisht e gjej shumë praktike këtë metodë, sepse vetëm me 3 petë të tilla kemi mbaruar punë me byrekun. Pasi ta kemi gati, do marrim tavën, tava duhet jetë e lyer me patjetër me vaj ulliri dhe fillojmë e rrotullojmë në këtë mënyrë që shikoni dhe në video. Forma që ju do t'i jepni byrekut varet nga preferencat tuaja. Mund ta bëni rrethor në një tavë ose mund ta prisni në pjesë të vogla dhe t'i bëni byrek të vegjël individual. Vazhdojmë të njëjtin proces edhe me petën e dytë. Bëjmë mbushjen, tërheqjen e petës dhe më pas e vendosim në tavë. Çdo lloj byreku ka lezetin e vet. Unë preferoj këtë byrek, të them të drejtën, sepse nuk ka shumë brum dhe ka mbushje mjaftueshëm. Do ta lyejmë me vaj ulliri sipër dhe do ta vëmë për të pjekur. Fura duhet jetë gjithmonë e nxehur para kohe, në 200 gradë, do ta pjekim për rreth 35 ose 40 minuta derisa të marrë këtë ngjyrën e bukur dhe më pas do ta lëmë të pushojë të paktën gjysmore të mbuluar me qëllim që të zbutet pak. E presim dhe e shijojmë sipas dëshirës. Uroj dhe shpresoj që këtë metodë dhe këtë recetë ta gjeni sadopak praktike. Nëse keni ndonjë pyetje rreth recetës, ju lutem më shkruani te komentet. Ju uroj shëndet dhe faleminderit që jeni pjesë e kanalit tim.